Më beso, është situatë, unë që shohu në rrugë. Duan shumë lekë, kështu që do normalizohet psikopatia. Puna është e ulim jo, mirë është mos normalizohet psikopatia, se na morën pastaj lumin neve dhe mirë është reagohet. Beso tani, e kupton, është gjyna. Ti e thua si rast, të ikën jeta para syve. Më qetëso pak. Po pra, unë shoh gjithmonë dritë në fund tunelit. Po, unë nuk shoh as tunelin, mirë dritë. Mos isha optimista, unë zë shkoja do të në gjukat. Unë kam gjithmonë shpresë për edhe unë ashu jam optimista. Kështu që nuk them në bërë. Të tre ju këteja, përveç ne të dyve, të tre optimist jeni ju. Jo, Suela është kritike. Jo, Kristinuela është kritike, po është optimiste. Më falë, ne duhet analizojmë shkaqet. Pra, pse jetojmë në një shoqëri kaq kaotike? Ky kaotizëm i bën dhe këto individet, kur the ky personi 57 vjeç, i bën gjithë si çmendur. Po marrim shembullin këto që ashtu, kanë detyrime bashkit, pra nuk mund të abstragojnë nga detyrimet, se janë qenie sociale fëmijët, po jo vetëm aq janë bashkë me prindrit, pra ka një mënyrë të konceptuar i qytetit, si do ta projektosh, si do ta zbatosh, se unë në shumë raste që punoj në praktik, gjej bashkinë që ndihmon atë që bën si më i fortë i pallatit. Kjo është filmi më i bukur i ëndrave që unë do doja të shikoja në Shqipërinë time. Meqense jemi në Puna është tre ndërhyrje të urgjente që duhet bërë tani. A e kupton, kjo është frika. Tre ndërhyrje, Një sekond, me që jemi në preludim. Kjo është frika më e madhe. Kur shteti bëhet palë me ato të fortit, dhe më beso, kjo është frika gjithëve neve. Ose ta presësh që edhe njoja të krijohet në një shoqëri kaq të vogël. Nuk e shpreh dot mendimin kështu do kundërprer. Jo, do me thënë, unë e shoh kështu situatën, duke qenë se jemi në prelut të zgjedhjeve vendore, ndoshta duhet gjithë kandidatëve t'i thuhet që do t'jetë një pjesë, do me thënë, përbërëse ose thelpsore e programeve tyre për shtatja qyteteve për fëmijët. Nëse i bëjmë... E kemi thënë me vitet të tëra, o Blerta, qa thua? Premtimin e kanë bërë? Ne kemi shkuar me megafon, o kemi thënë? E dyta. Në regullë pas kemi zauru, se kemi dëgjuar aq shumë. E dyta, ajo që thoni ju për makinat, këtu nëse nuk bëhet një plan për punën e mobilitetit, edhe ka inxhinier të klasit parë, pavarësisht se ne në detyra shtetërore nuk i duam inxhinierët, merren njerëz amator dhe bëhen në për detyrat larta. Pra, po lexoj dik një inxhinier nga profesorët kryesorë të Universitetit Politeknik në Tiranë, ai thoshte ka zgjidhje për tramvaj elektrik dhe jepte linjat dhe kështu dekurajosh dhe ti të mos dalish me makinë tjetra thelpsore. Pushteti këtu ka centralizuar sërish kompetenca, na ka sjell gjithë Shqipërinë në Tiranë. Dhe normalisht nuk dalin parkingjet, nuk dalin rrugët, po pse mor zotëri sjell gjithë kompetencat? Po pse mor sjell gjithë gjykatën e apelit këtu? Pse duhet vija ai nga Vlora ose nga Tropoja me zgjidh hallin në Tiranë? Mund ta centralizosh dhe gjyqtari nga Tirana të shkoj ta bëj gjyqin atje, siç ka qenë dikur. Shkoj ta bëj në Vlorë. Për reformën territoriale të gjykatave. Jo, po jo, ajo por në gjithë botën për metropolin punohet Blerta. Nuk shko njëri në periferi. Jo, nuk është ashtu. Shko në Suedi, shko në Norvegji, shko kudo.